Si të mbrohem, thot, nga magjia kanë frikë. Gjë e parë është të mos kesh frikë. Këtë frikë të magjisë ta zaventësosh me frikë nga Allahu. Frikë e shoqëruar me respekt edhe me iman. Jo frikë e cila të shkatron, e cila ka në ta shenja të pasigurisë. Frikë e cila buron nga besimin, nga imani. Pastaj të adhurosh Allahun, të mbështetesh te Zoti, të krysh obligimet, të rish me abdes, me gusull, të lexosh lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes, të kesh mbështetje të vëkull të Allahu shumë fuqishëm. Ta dish që çdo mirë që të ka ardhur ka qenë nga Allahu. Çdo keqe që nuk është e shkruar për ty, nuk të ndodh. Nuk ndodh. Në këtë formë, shkon dal nga dal duke mësu se sa të do Zoti edhe sa afër teje është, atëherë ki me kalu këto.